Ka thënë baba jot bire vajzën të shtëpia 2 kg benzinë dikon. Ka thënë. Një ditë dhe më ka përshkruamin në kafi. E ka thënë edhe herë tjere dhe në muda. Historia e konfliktit mes Gjovanës dhe Leonardit, ku krahas tyre janë përfshirë edhe familjarët, në këto javë ka shkaktuar shumë debate dhe polemika. Madje dikush na ka akuzuar se po manipulojmë të vërtetën. Në realitet, në ndryshim nga të gjithë ata, ne prej më shumë se një muaj kemi publikuar vetëm fakte, dokumente, dëshmi autentike të aktorëve të përfshirë, zërat origjinal nga seancat gjyqësore apo deklarata ekspertësh. Gjithçka me shumë detaje dhe duke e verifikuar me kujdesin më të madh. Se si nisi kjo histori për të gjithë ata që ende nuk e din, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Që nga viti 2020, kur janë njohur, Leonardi dhe Gjovana kanë kaluar situata as pak të mira, për të cilat të dy hedhin akuza ndaj njëri tjetrit. Gjovana pretendon për dhunë fizike dhe psikologjike nga bashkëshorti, ndërsa ky i fundit i mohon. Sidoqoftë, dënimit nuk mundi t'i shpëtoj. Sikur doja unë e arrestosha në Itali Gjovanën, ka që nuk doja të arrestoja, doja vetëm thjesht ta ndoja, sepse njeriu jeton për një moral. Mund të arrestoj nënën e fëmijëve të mi mos më duket gjë e drejtë, sepse do rritë fëmija nëse do thojnë na ke fut nënën në burg. Unë nuk e kisha bë, ajo do bëri padrejtisht. Pas ikjes nga shtëpia dhe dënimit të ish bashkëshortit, ajo fillimisht u strehua në disa qendra sociale për mbrojtjen e grave të dhunuara dhe më pas për një kohë të shkurtër u kthye në shtëpinë e prindërve në Bushat. Por edhe aty për pak kohë, sepse pas konflikteve me vëllain, prindrit e nxorën jashtë. Në këtë moment, për gruan e re nisi një periudhë e vështirë e transferimit nga njëra qendër tek tjetra, duke shkaktuar jo pak probleme për punonjësit atje, por edhe për gratë që si ajo ishin strehuar në ato ambiente. Shumë persona u prekën drejt për drejt, por edhe të rthorazi nga këto ngjarje të njëpasnjëshme. Por goditjen më të madhe për shkak të këtyre konflikteve e morën fëmijët. Chiara, vajza e madhe e Leonardit nga martesa e parë, jeton me hallën e saj në Itali dhe nuk mund të lëviz pa prezencën e tatit, i cili ndodhet ende në arrest shtëpie në Vaudejës. Sot në moshën 11 vjeçare, ajo tregon peripecit që ka kaluar me njërkën gjatë jetesës së tyre të përbashkët në Itali. Sa visha ke shtëpia, më rrafte, e mamel të derë, nuk jepte me orë, nuk lote të erë, nuk nimote me asistent. Unë nuk detyrosha me një gushtone me gjilin si i plot, se një modela jo e ka pakon se nuk ndote. Një ditë dhe më ka përshkruamin në kafi. Ndërkohë, binjakët 4 vjeçar të çiftit për shkak të pamundësisë shëndetësore të Gjovanës për të kujdesur për ta, u strehuan fillimisht tek halla e tyre në fshatin Naraç. Dhe shumë shpejt pritet që t'i bashkohen babait, sepse Leonardi krahas divorcit arriti të fitojë edhe gjyqin për kujdestarinë e fëmijëve, pasi nëna e tyre tashmë 27 vjeçare u cilësua e paaft për t'i mbajtur, qoftë nga gjendja e rënduar psikologjike që paraqet, qoftë edhe ajo ekonomike. Po vetë Gjovana sot në çfarë situate ndodhet? Informacionin e parë marrim nga ky rekomandim lëshuar më datë 22 janar 2026 nga mjeku Gjon Preçi, i cili në vitin 2024 e cilësoi 26 vjeçaren me çrregullim përshtatje, në 2025 me çrregullim psikotik të papërcaktuar dhe në fillim të vitit 2026 sërish me çrregullim përshtatje, çrregullimi personalitetit borderline par simptomatike akute psikiatrike. Me fjalë të thjeshta, gjendja e shëndetit mendor të saj nuk është ajo e duhura. Në letra, sepse në realitet mjeku Gjon Preçi ka të tjera perceptime. Me pas Gjovana, po kjo ka qenë me probleme. Është rikuperuar. Ai ka pagu pashkia në shtëpi, punon, performon 100% e saktë. Çfarë trajtimi mund të ketë marrë Gjovana nga mjeku Preçi që është rikuperuar 100% në më pak se 2 muaj? Sepse diagnoza e fundit i është caktuar në janar. Diagnozën e fundit ja vendosin me pas një lidhje logjike me vimësinë e historinë e problemit. Të vendosësh një diagnozë psikiatrike asaj sot është problem. Pra, Gjovana sot nuk ka nevojë për diagnozë psikotike. Por mjeku Gjon Preçi ja ka vendosur thjesht sa për linjë logjike, të jetë brenda. Po sikur edhe atë diagnozën e parë që u bë provë për të futur Leonardi në burg ta ketë vendosur thjesht sa për linjë logjike? A do të mbaj përgjegjësi ky mjek? Sidoqoftë, le ta lëm doktor Gjonin në hallet e tij dhe t'i kthehemi të vetmit person të cilin ende nuk e kemi dëgjuar. Cilat janë pretendimet e Gjovanës përballë akuzave të ish-burrit, i cili ende sotve deklarohet tërësisht i pafajshëm për dhunën e denoncuar nga ajo? Çfarë ka për të thënë për situatën e krijuar dhe cilat janë faktet që mund të na ndihmojnë për të zbuluar të vërtetat e këtij çifti? 27 vjeçaria nuk ka as pak nevojë që t'i prezantohemi. Ajo na njeh dhe duket e mirë informuar për materialet që kemi publikuar, ndaj bisedën me ne e nis kështu. Tana që ka thonë janë kënë modifikime, shpikjet ati, unë jam me fakte me kret. Si ka pre fjallë taj atë, ka dalë të thonë se më ke dhonu me fjallë, nuk është e drejtë, me fjallë edhe me vepra.
Kush i ka prerë? Kush, flokt? Jo, që the ti e ka prerë, ka thënë vetëm fjalë. Nuk e di se kush i ka prerë, çka ka paguaj. Ai pagun gjithë botën me lek për me dali mirë, i pafajshëm. E nisëm pak ters këtë bisedë, sepse audios të cilës i referohet Giovanna është marrë autentike nga seancat gjyqësore. Aty të ke dhënë me fjalë, nuk është puna si më kira. Gjithashtu, edhe akuzat se ish bashkëshorti ka paguar që të dali pafajshëm nuk kanë as pak logjik, sepse në realitet ai është shpallur fajtor dhe është dënuar 2 vite e gjysmë për dhunë psikologjike nga gjyqtarja Elona Mërtiri. Ne si gazetar marrim ato faktet që kemi, të gjithë dosjes, dhe ngrem 2-3 pyetje. Ti përmende flok. Në policik ti the që mi ka prerë ai, pastaj në gjykat the i kam prerë vet. Cila është e vërteta? Qofse ti njëherë thua kështu, njëherë thua ashtu, dhe unë si gazetar dhe gjykata dhe publiku thot Flok mi ka prerë ai. Qofse e kam thonë një fjalë, e kam thonë vetëm për i frikë se ai më ka thonë ki me rrejt, se nuk ti kam prerë. Po kur të nxam, ka thonë unë të mis. Shpesh herë më ka rujt edhe të gjykata, të më shikua jam vetëm aja për me më kërcnu, për me hell në i firma në i gja me marë fmitaj, ose mi hjek dënimin ati për me shkua në Itali. E ka kërcënuar në gjykat ish gruan? Edhe mundet. Ka patur raste të tilla, megjithatë, sipas informacioneve që kemi, çifti pas ndarjes nuk ka patur fare komunikim. Megjithatë, le ta kuptojmë më mirë nga goja e Giovannës. Për të gjitha gjërat që ke thënë të ndryshme, i ke thënë nga frika? Flok, kam dalë të thonë një Jo. Çka? Në polici ke thënë, ai më ka dhënuar në Itali në sy të shokëve të tij. Po në gjykat ke thënë jo, nuk më ka dhënuar në sy të shokëve të tij, në sy të djemve të aq, në sy të djemve të vllazëve të vet. Po në gjykat pse ke thënë jo? Sepse Leonardi ka pyetur mi thuaj emrat e këtyre shokëve. Unë ja tham emrat e ja bie edhe në gjykat, po deshti ai. Ja bie edhe në gjykat nëse do ai? Po a nuk ishi në gjykat për muaj me radh, madje Giovanna kishte 2 avokate që e shoqëronin. Si mundet që asnjëra nuk e ka kuptuar se kjo gruajre po kërcënohet nga ishi për të ndryshuar dëshmit? Këtu kemi 2 gjëra. Ose kanë qenë tërësisht të paafta për të mbrojtur klienten e tyre, ose janë bërë palë me Leonardin, i cili sipas Giovannës ka aftësinë të blejë çdo. Po për pretendimet e vajzës ti Kiarës, që thotë më ka rrarë, më ka friksuar, më ka vendosur thikën në qafë, më ka fshehur librat, më linte jashtë. Je pasha jetën teme, ka dalë, ka shitit, ka bo, qa ka deshta ja, si princesh ka nejt, nuk e kam projekt me dorë. Ai e ndisë, i tha ke mos u merr me ta, do me të mësu, tha ke kur tritesh edhe pak se si me rra Giovannën. Po ti kur s'ke ushtruar dhunë ndaj Kiarës? Betohem kur nuk e kam projekt, sa kam projekt fëmijët e mi. Se ne kemi folë dhe me një shtetase italiane që e mbante këtë Kiarë. Po një plak është. Po. Elena. Po edhe një 2 tjera që e kanë ndihmuar, Marina. Në fakt ata gratë janë gratë si ja kanë rrit vajzën këtij, se kjo ka kushtu kohën me femna të huaja. Po pse s'ka punu kur Leonardi? Si i gjenit lekët ty që jeton? Ai ka punu, po nuk e kam ditë se ç'a punon ai. Ai ka marrë lekët e punës, nuk e kam ditë se sa lek ka marrë, kur i ka marrë. E kush kanë qa banë si asistent zero, mund tha ke i shërptore më këtë shtëpi. Frazë kjo mjaftë e dëgjuar në një shoqëri patriarkale, e cila gruan e sheh si pjesë plotësuese të nevojave të burrit. Por a është ky rasti ku duhet ta themi këtë? Gjykojeni ju. Unë kam fajs, s'kam marrë në i foto bash frigoriferin, asnjë ushqim asistent zero. Shka ke haken lokal për vedi edhe kur kam pas këta 2 fëmijë 7 zanë, si kam lintesh, i thasha, po shka blejnë e ushqim me hara në i gja. Unë kam harë për vedi në lokal, thë ndaq ha, thë ndaq dele hope, banë që dushta. Kur kanë lindë edhe një ta fëmijëve, thonë, nuk e di as vetë si kanë bjetu një ta fëmijët e mi. Janë kënë shumë të dopt, shumë të vegjel, pa ushqim, pa asë gja. Kjo deklaratë e Giovannës për ushqimin është krejt e kundërt me këto mesazhe që ajo i dërgon ish burrit në të cilat i bën listë porosinë e ushqimeve, por edhe me deklaratën e psikiatres Eridana Rusi, e cila në sallën e gjyqit do të relatonte. Giovanna ka qenë ekspozuar në një ushqimi të mirë. Prandaj nuk ka pretendim për një ushqim të mirë. Se mund ka thonë fëmijët i kam rrit me bukë ujë e sheqer, makarona me ujë, ka një jo koherencë. Sidoqoftë vijoj me pretendimet e 27 vjeçares. Vike kunata si ka dalë të thonë këpos kamin e këpos dorën. Vike të më thonë mos e pa që avlani shtu ka ba me gru të parë. Shkasha e shikeshe i thasha gru të parë, qa kejme, qatë ka gjithë si e ba kështu verdë si limoni, tha. Të e ratha, të i pun femna të huja të shpia. Nëse ti do kishe këto faktet që po thua, ne patjetër që do t'i nxirrni. Ne na ka bërë përshtypje kur të pyesin ty që Giovanna, a i ke dokumentuar faktet me foto, me video. Ti ke thënë që jo se e kam pas telefonin të dhoma tjetër. Kurse Cindy Kola, avokati, apo jo? Thotë nuk ka pasur telefon sa Leonardi nuk ja lejon të një të tillë. Këtu duhet të theksojmë diçka shumë të rëndësishme. Kjo avokate, Cindy Kola, ka thënë një seri të pavërtetash në sallën e gjyqit dhe ndoshta për këtë duhet mbaj përgjegjësi ligjore?
Në fakt ti e ke pasur një telefon se ne kemi shumë mesazhe të tuat me Leonardin, ti që flise me mamin me kamerë. Pra këto kontradite na kanë bërë përshtypje. Ma ka marrë telefonin, ma këtë fëgoni i punës vetë, ka lake 1 muj, 2, 3, nuk ma jep këtë telefonin, nuk dishin familja se ko jam. Shto video, shto foto, se e kam pas nda i ka fshin, ose normale, për i këtë kërq, me ka 3-4 muj pa telefon. Po mirë, nëse një herë në 3 muaj ajo arrinte të zotronte telefonin dhe nxitonte të fliste me mami në kamerë, siç thot, a nuk ishte gjëja më normale t'ja tregonte me foto ose me video realitetin në të cilin jetonte? Ose tjetra, kaq vështirë do të ishte që ta denonconte në kazermën më të afërt të karabinierëve? Gjithsesi mbetet në gjykimin e secilit për të besuar apo jo të gjitha çfarë po na thot kjo grua e re. Në këto qendrat që ti ke qenë, aty ka ndodhur shumë problematika me ty, se ne i kemi dokumentet dhe ato shkruajnë atje që Giovanna për shembull këtu ka bërë sherrë me gratë, me fëmijët, mbyllte derën e mbante me forcë, që mos të hynin punëtorët brenda për të kontrolluar në dhomë apo hidhte ushqimet. A ka ndodhur këto vërtet? Jam kene stresume në ata momente nga luna, gjanat si më kanë no, mund kem bëna i fjalë me kanë e kështo e pranoj. Jo, nuk është se Giovanna ka bërë fjalë me ndonjë. Ajo ka bërë sherrë me gratë e strehuara aty, me fëmijët e tyre. Ka përplasur dyert e qendrave. Ka goditur punonjësit me karrige dhe i ka denigruar me gjuhë fyese. Po familja jote, pse nuk të mbrojti ty siç mbrojnë Leonardin? Mu më mbrojnë familja jemi. Po rastin me vllajin tënd, Giovanna, familja jote nuk të ka mbrojtur, ka thënë që Giovanna Ginja nuk e ka rrahur vllai, Giovalini. Kush është e vërteta? E kanë bërë që mos ta rëndojnë vllajin? Mendojnë që e kanë bërë për këtë gjë? Këtu Giovanna nuk ka dëshirë të flasë, vetëm ngre duart, sepse bëhet fjalë për prindrit e saj, të cilët në fillim pranuan t'ja jepnin për grua një burri gati 20 vite më të madh, më pas kur u nda nuk e pranuan. Ti pesi pse nuk e pranon vllazën tuaj më të madh gosht. S'pranoj familjen time huaj. Edhe kur e pranuan e nxorën jashtë pas përplasjeve që pati me të vëllain. Ti ke thënë që në fillim kam dështuar 2 fëmijë binjak, po ne kemi ekon që thot është dështuar fëmia për shkaqe biologjike, pra abort spontan dhe ka qenë një embrion, pra një fëmijë, jo binjak. Binjak ti ke lindur shëndosh e mirë. Varet se çfarë eko shka marrë, unë kam ba eko vazhdimisht, jo vetëm njëta, mund të ketë gjë një eko nërë. Po ja e shikon, prandaj them që ka pa kontradita. Ti thua që unë kam bërë eko vazhdimisht dhe ne kemi atë dosjen plot me eko, po tim polici ka thënë ai s'm ka çuar kurrë në spital. Me këta fëmijët e dytë nuk më ka çu. Janë vizitat me këta fëmijët e dytë, Giovanna. Janë te dosja. Okej, nuk e di se çka ka bëj për zot. Po ti si mendon që është Shqipëria më mirë se Italia, pra një shtet italian flej gjumë kur një grua dhunohet 4 vite? Po unë kam shku me shenja lunet e doktorin. Po pse kush është Leonardi që e kanë bërë? Kanë thënë as i sen. E kemi thënë edhe në episodet e kaluara. Nëse ka një shqiptar që ka jetuar në Itali dhe beson se mjekët apo infermierët shohin dhunën dhe nuk e denoncojnë me urgjencë, atëherë duhet riparë se në cilin shtet ka qenë. Po kush është Leonardi në Itali që e mbron në spitali italian? Ai nuk është boss, mafia apo politikan që të themi. Ai është i paftyrë. Se mendon që se është përdonuese, i ka tentuar me përdor vajzën e vet me grup parë. Edhe ka ardhur kjate unë jashtë, tam çate mami jem si të baba i vet. Ku kam pas të shon me marr me video se çat të bëj, më ka thy telefonat për kry 100 herë. Sa la shtëpia me gjak plet. Dhe fqinjet, ato zonjat italiane që folën për ne, jo vetëm nuk pas kanë parë dhe dëgjuar asgjë, por madje pranojnë të flasin për ne dhe të tregojnë disa të vërteta krejt të ndryshme, që e nxjerrin Giovannën jo vetëm gënjeshtare, por edhe dhunuese të thjeshtrës së saj. Kaq të këqij dhe kaq pro dhunës që nga italianët, se unë realisht po zhgënjehem. Meqense Leonardi ti po thua është dhunus, është ky i keqi. Si ka mundësi që ky ka qenë ai personi që ka dashur të ndahet gjithmonë me ty? Dhe këtë e kemi me prova, me mesazhe, me familjen tënde, që merreni vajzën të ka çuar te shtëpia e prindërve, nuk e dua më mbrapsht, dua të ndahemi, dhe ti në gjykat i ke thënë avokati Leonardit që muhabetin e ndarjes ky e ka bërë disa herë. Si ka mundësi një person dhunues është ai që do të ndahet, kurse ti që je dhunuara do të rrish aty dhe familja jote do që ju të vazhdoni. Ja më ka thënë ti për hotër të fëmijëve, edhe unë s'kam desht me ik veç për i fëmijëve të mi, se ai më ka thënë nëse ik ti fëmijët janë të mi. Po ja, sot për shembull jemi në kushte kur ti e denoncove, unë dat fëmijët i mori ai. Po pagu lekaj. Po kujt ja pagoj lekë? Po betohem për këtë kërë që i ka pagu lekë që ka. Ke fakte për këtë ta nxjerrim, e nxjerrim nëse ti ke fakte. Po e kam po me çantë shtu për këtë kërë që kam. Me çantë me lek? Po, ka pas lek 100%. Pra, Leonardi pas ka hyrë me çantë me lek në gjykat dhe ka paguar gjykatës e prokuror për të fituar. Cilin gjyq? Atë që e dënoi pa prova? Po ku i gjeti kaq lek me çantë? Për zotin nuk e di, unë pyet ne. Ku i gjen e ka mafia në Itali si merret me drogë.
Pas këtyre akuzave tronditse të Giovanës, po publikojmë disa foto të jetës dhe aktivitetit të përditshëm të Leonardit në Itali, i cili akuzohet nga ish gruaja si mafioz që merret me drogë, por gjatë ditës detyrohet të marrë në punë vajzën e madhe, të hip çati mbi çatije të bëjë xhaqe, Ndoshta për mos të rënë në sy të karabinjerëve? të shtroj pllaka e parkete, të hap kanale e në fund edhe të betohet për shtetësinë italiane në prani të nën kryetarit të komunës Tromelo në Pavia. A kemi të bëjmë me një qytetar model në publik dhe me një dhunues sistematik brenda mureve të shtëpisë? Edhe këtë gjykojeni vetë. Faktet që kemi na e krijojnë një ide që është e kundërt nga ajo çfarë deklaron 27 vjeçaria. Policia ka qenë disa herë te shtëpia jote për letrat për këto. Nuk e ditur ti një fjalë për shembull ajuto, që do thotë ndim, as unë nuk di italisht, po një fjalë ndim për shembull e di. 24 orë më një aty, pa televizor, pa asistent në kenë burg, si do ta mësosh gjuhën. Po mirë, edhe për diçka kaq të vogël duhet gënjur. Shikoni me vëmendje, kjo është një video e xhiruar në banesën e çiftit në Itali, ku pas fëmijëve të vegjël në faqen e murit dukshëm është i vendosur një televizor i madh. A ka të drejtë pala tjetër kur thotë se çdo pretendim i kësaj zonje duhet merret me rezerva? Edhe në këtë bisedë të shkurtër që patëm me të, 27 vjeçaria u paraqit një lloj si para gjykatës me kontradita dhe me pretendime të pafaktuara. Sidomos kur bëhe fjalë për presione dhe blerje të gjykatës me çanta plot me lek. Ditën ku Giovanna ishte dëshmitare në gjykat, unë kam qenë me pranga, sepse kam qenë në burg, edhe unë atë person nuk e kam kërcënuar kur një jetë. Nuk ka se një person ketë frikë nga burri për të dëshmuar të kundërtën, duke qenë se burri ka qenë në burg. Unë jetoj me dy prindit e mi, totalisht vjetër, kështu që nuk ka patur asnjë lloj presionit nga asnjë person, qoftë nga familja ime, qoftë jashtë familjes. S'kam tentuar kur as ta telefonoj Giovanna, absolutisht. Po lidhur me pretendimet për korruptim të sistemit gjyqësor. Unë po të kisha paguar nuk do ishim në burg, kështu që unë as kam paguar, si nga çështja civile ashtu edhe penale. Edhe nuk paguaj para. Nuk i nënshtrojmë kësaj diktature në mënyrë më absolute. Leonardi që prej muajit korrik 2025, kur përfundoi dënimin me burg për mos respektim të vendimit të gjykatës, ndodhet në arrest shtëpie. Pas divorcit, ai arriti të fitojë betejën e parë për të ardhmen e fëmijëve të tij, për të cilët gjykata vendosi që të lihen nën kujdestarinë e babait. Ndihem shumë i lumtur, të them vërtetën, edhe se gjyqi vënoi pothuajse 20 muaj, sepse disa gjyqtarë dhan ndërheqjen me pretendimet se ishte një çështje shumë komplekse. Më në fund erdhi kryetari i gjykatës Shkodrës, e mori përsipër çështjen time, duke qenë se psikologët e gjithë ishin pro me dhe kundra asajt, fëmijët me kaluan mua për rrit dhe edukim. Kjo histori nuk ka fitues, secili nga dy ish partnerët kanë humbur shumë gjatë këtyre viteve. Ne paraqitëm fakte të dokumentuara të një raporti të thyer që solli aq shumë probleme, jo vetëm për ata të dy, por edhe për personat pranë tyre. Kush kishte të drejtë? Këtë e gjykon secili nga ju. Ndërkohë ato që duhet të jepnin drejtësinë duke u bazuar në ligj, duket se gjetën në rrugën më të shkurtër dënimin e një babai i cili u bë shembull i ndërshkimit për shkak të stereotipit që burrat dhunojnë gratë.